Mendoj që kish me qenë shumë e mirë që ne si individ të kemi mendimin kritik, mendime racionale, common sense-it na funksionoj si duhet, mos të bijem prej emisioneve, reality show të ndryshme, për shkak se kjo mund të na afektoj jetën tonë, mund të afektoj edhe familjen tonë. Pse po e them këtë? Po e them këtë për shkak se në qoftë se një individ dëshiron të vijë te parja shpejt, atëherë me domos e kam pa një latif një hulumtim në Francë me disa marokjanë që ka qenë një hulumtim, kur i kam pyet pse merreni me gjëra të cilat nuk duhet merreni me sjellje deviante, shitje drogësh, thot për shkak se të gjitha me shku në shkollë, me shkry shkollën e mesme, fakultetin, specializim, hajde pe merr një rrugë 2-3 euro me gjithë këto vite vuajtje e quaj kjo vuajtje shkollimin, për një rrugë mesatare, ndërsa më marrë me gjëra me sjellje deviante, atëherë vjen deri te parja shpejt shumë lehtë, edhe thjesht nuk i kemi modelet që na servohen në televizion, ata role model që i themi, të cilët do të ishin përshtatur shoqërisë sonë, do të ishin përshtatur asaj çfarë është e mirë për neve. Marr parasysh, i përmend edhe traumat, Freud e ka një thonje që i quhen neuroza infantile, që çdo gjë që ka ndodhur në fëmijëri na shfaqet kur të rritum. Mirë, po tash llogaritni në qoftë se je një person i pjekur, je i pa punë dhe tërë ditën servohen, normalisht që kjo është edhe një rrugë që mundet potencialisht ta fuz dikun edhe drejt krimit, të vi pra deri te parja shpejt, duke i parë personat dhe imazhet e tyre që na shfaqen në televizion dhe ata tregojnë pra për jetën e tyre luksoze. E ke vrejt besoj, po, me sigurisht që po të flasim për një shpjegim se pse ndodh kjo. Për shembull, këto spektakle, për shembull, e shtyn përpara një lloj tipologjie të qytetarit, njeriu i cili është petimi pak a shumë debil, është naiv, është i paditur, është ignorant. Në anën tjetër, po të njëjtit ftohen edhe në për emisione të tjera të cilat kanë bëjnë me pasditën, me paraditën, dhe po e marrin këtë glorifikimin pastaj të legjitimitetit që po e media. Eksakt. Po vazhdojnë ata pastaj me rrjetin. Po bën të famshëm. Eksakt. Dhe disi po bëhen edhe arketipe, në thojza po them, arketipe shoqënore të cilat në familje po marrin edhe guxim pastaj për ta për t'ju kundërvë çdo lloj autoriteti të dijeve të vërteta, apo njerëz të cilët merren me dije të vërteta, dhe dyqysh po marrin le të themi ashtu guxim kur ajo edhe të tjerët, se po thonë çka ka ky më shumë se unë, po ky po fol se unë, po edhe ky debil se unë, pse ky tjetë diçka më shumë se unë. Jetojmë në kohën e antivlerave, Latif.